politikës ku bashkë me ne është profesori, komentatori politik Basri Muja. Zotri Muja, mirë se vjen në këtë edicion special. Mirë se gjej, falënderit për ftesën. Gjithashtu se bashkë me ne është edhe komentatori politik Krenar Shala. Shala, mirë se vjen. Përshëndetje Afërdit. Teksa në marrë tjetër. Majtas po më lejon mua me shku, se mund ta kesh kuptoj njerëzit kështu. E pse Majtas? Adrian Çollaku nga Gazeta Blic, si dëshiroj mirëseardhje zoti Çollaku, faleminderit shumë. Faleminderit kushtem. Mentor Shala bashkë me mua, komentator politik e gazetar mi mbroma, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Dhe Arton Demhasaj i fundi por jo nga rëndësia. E Demhasaj po është buzëqeshur, ka përshtypje se po e di pse është i buzëqeshur sot. Ka vota e kuqe, Po veç, këto peshet buzëqeshur, po e ona djathtë koza qere, bre. Po thu, qere. A vërtita, kush më duket ty pak më në disponim nga këtë pjesë? Edhe mua për më duket Demhasaj më së shkëtin në disponim. Po ashtu të zotri Muja, nuk duket i pak knoqur. Unë jam shumë i knoqur. A kam të drejt apo jo? Absolutisht ke të drejtë. Për nga ana tjetër po është business as usual, i thuat kësaj punës. Patjetër, është objektiv zotri Çollaku. Sa palë zgjedhje e kemi kaluar së bashku me Çollakun, jo vetëm këtë televizion, por edhe me një televizion tjetër. S'po e përmendi emrin. Përmendë se s'ka shumë televizion e di. Jo, jam bërë shumë. Gjithsesi e kërkoj nga regjia të ma sjellë në iPadin se do t'i kemi edhe rezultatet në kohë reale. Çollak, kjo pjesa e projekcionit Bleronit edhe pjesës e exit pollave i pa. Çfarë trendi po duket? Po